futen më shumë në një marrëveshje këto vende sesa në një konflikt drejt për drejt. Rolin e Rusisë ndërkaq vlerë si e sheh në të gjithë të konflikt? Rusia është angazhuar me luftën e vet në Ukrainë dhe normalisht mund të bëj tregti armësh ose mund të bëj në ndihmë teknologjinë e vet, pavarësisht se nuk është se kanë edhe një diferencë shumë të madhe mes asaj që kohëve të fundit ka arritur që të posedoj Irani edhe të prodhojë edhe asaj në Rusi, po megjithatë unë nuk besoj që do ketë edhe një përfshirje shumë të madhe të Rusisë, sepse nuk i intereson. Nuk i intereson sepse ka luftën e vet me Ukrainën, të cilës akoma nuk po ditë japë drejtim. Mendoj që Irani është brenda një zjarri të shumë thjeshtë, në cilin e ka futur vetvete. E gjitha ajo që mund të mbetet ndakmën është ose ndryshimi i regjimit ose marrja masash e liberalizimit të Republikës së Ajatollahut. Mendon vlerë se ende ka ndoshta hapësirë për negociata mes këtyre vendeve pasi nga ana e Iranit është deklaruar se Teherani nuk ka kërkuar kurrë pushim dhe as negociata me Shtetet e Bashkuara, duke u përgjigjur kështu në një farë mënyrë dhe komenteve të mëparshme të presidentit shërbaz Donald Trump, i cili tha se Irani kërkonte një marrëveshje, por ai nuk ishte gati pra për një të tillë. Si sheh të gjithë këto deklarata dhe pse deklaratat e Donald Trump dhe të diplomacisë iraniane janë kaq të kundërta se i përket çështjes së negociatave? Sepse edhe në qoftë se ka tentativa kështu të nëndzeshme, Irani do përpiqet të tregojë që është i fortë edhe që do qëndrojë. Ndërkohë që edhe Donald Trump shpeshherë është mbajt nga ata lloj politikanësh edhe udhëheqësh shteti që çfarë deklaron sot nuk e deklaron nesër, kështu që mbetet pikë diskutueshme, po kryesorja është që Irani edhe në qoftë se do bëjë disa përpjekje për marrëveshje, nuk do ta paraqes këtë të dukshme deri në momentet finale, domethënë deri kur të kuptojë se çfarë përfiton nëse përfshihet në këtë marrëveshje. Do përpiqet që ta mbajë si asin nën mong që të paktën nga aspekti propagandistik ta mbajë luftën gjallë, se jo rastisht sheh shumë po themi diplomatë të caktuar ose media të caktuar që japin goxha lajme kështu që e mbajnë shumë lart atë nivelin e propagandës së Iranit. Dhe besimi që ata po fitojnë, pavarësisht se mediat më serioze dhe me çfarë pretendohet nga ata që janë specialistët më të mëdhenj fushës që Irani nuk e ka gjatë ushtarikisht. Ndërkohë që kur e shikon propagandën ose atë çfarë qitet nëpër disa media të caktuar, është e kundërta, duket sikur Irani po arrin suksese. Mirë, Bler, për të mbyllur, pra, pasi jemi në fund, në të gjithë këtë situatë, mendon se rrezikon zgjerimi i sulmeve izraelite në Iranin perëndimor edhe qendror ndoshta të ndezë një konflikt edhe më të madh në rajon dhe nga ana tjetër, nëse do të ndodhte kjo, cilat do të ishin pasojat në të gjithë lindjen e mesme? Izraeli është në përpjekje për ta justifikuar, domethënë, gjithë atë çfarë ka bërë, qoftë në Gaza, qoftë në rajon, që ne po përballemi me një rrezik permanent në këtë rajon. Ky është qëllimi i Izraelit. Izraelit i intereson zgjerimi i konfliktit. Në këtë pikë historike që është, i intereson zgjerimi i konfliktit. Siç thash, vendet e rajonit janë përpjekur që të mbajnë një farë ekuilibri, që lufta mbetet kryesisht mes Iranit dhe Izraelit, që të ketë zgjidhje sa më shpejt. Po të kthehemi edhe historisë, domethënë, në kaluarën
tregon që në fund të paktën prej në revolucionin e Komenit në 1979-1980, prej në atë kohë këto dy shtete kanë qenë kryesisht në konflikt propagandistik, pastaj edhe në iniciativat ndryshme me grupe guerrille ose me mbështetje të grupeve të caktuara, qoftë si Hezbollahu apo Hamasi ose. Kështu që po të kthehemi tek historia na dëshmon më së miri se çfarë po ndodh sot. Ndoshta Shtetet e Bashkuara të Amerikës kohëve të fundit mendojnë që duhet të vendosen një farë stabiliteti në linjën e mesme, sepse nuk po arrin më ta justifikojnë pambaremisht Izraelin. Ajo që e justifikojnë mbas asaj që ndodhi në Gaza, Izraelin është kjo luftë, kështu që duket sikur nga këtë luftë ka përfituar vetëm Izraeli. Edhe ndoshta duke pasur parasysh përmbajtjen e shtetit iranian, ndoshta edhe ajo ka justifikuar veten që jemi kaq të mbyllur, jemi ky lloj regjimi siç jemi, sepse kemi të bëjmë me Izraelin e me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Domethënë, ndoshta Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në qendër të kësaj lufte sepse janë mes për shkak të Izraelit, po kjo ta themi shqip duket si një kontraafar mes Izraelit dhe Iranit, duket sikur nga kjo luftë, pavarësisht se këto dy shtete po luftojnë njëra me tjetrën, duket sikur ja kanë justifikuar vetveten. Izraeli që ka përballë një shtet si Irani, ndërsa Irani po justifikon veten përballë protestave që filluan ndodhin në Iran, që shiko se jemi në gjendje lufte, ne duan të na shkatrojnë shtetin sepse ne jemi të fortë, ne jemi që mbajmë Islamin, se e përdorin doktrinën fetare, e përdorin edhe për ekspansion politik, kështu që siç thash, këto dy shtete janë ato që pavarësisht se kanë konflikte njëra me tjetrën, humbjet i kanë përbashkëta, qoftë njerëzore, qoftë ushtarake, po në fund të dyja shtetet po justifikojnë vetveten, pse janë në atë gjendje dhe pse eksportojnë dhunë. Izraeli që eksporton dhunë në Gaza edhe në Liban, Irani që eksporton dhunë qoftë brenda vetë popullit të vetë, qoftë edhe duke mbështetur grupe të caktuara guerrille në shtete si Libani, në Afrikë dhe në Yemen, e në vendet ndryshme. Kështu që tu çdon pak, ka diçka për te kësaj. Siç thash, prandaj them që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar që ketë një konfigurim ndryshe në rajon dhe të ketë një stabilitet. Për të frenuar ekspansionin aziatik, të aziatik qendror, të Kinës, Indisë dhe ndoshta të ndonjë aleat